Risi dhe surpriza në listën e kombëtares për ndeshjet e play-offit të botërorit. Më në fund, trajneri Silvinho vendosi të kthejë në kombëtare sulmuesit Ernest Muçi dhe Anis Mehmeti, ndërsa grumbulloi për herë të parë dy mbrojtësit Stavro Pilo dhe Bujar Plana. Rejmanaj do të jetë mungesa e madhe kundër Polonisë, teksa edhe Daku edhe Kumbulla mbeten jashtë listës. Në një konferencë për shtyp, Silvinho argumentoi zgjedhjet e tij, ndërsa theksoi se Muçin e shikon si sulmues, ndërsa për Mehmetin la të kuptohet se mund ta aktivizojë në krah. Nuk më pëlqen të qaj dhe të ankohem. Manaj është një futbollist emblematik për ekipin, vendin dhe federatën. Ka bërë shumë mirë, por ne duhet të përshtatemi me situatën. Muçin unë e shoh si sulmues, luan edhe në dy pozicione të tjera si sulmues krahu dhe trekuartist. Është një lojtar që shënon, e gjen portën, ka tipare ofensive dhe më pak defensive. Mehmetin e kemi sjellë edhe 3 vite më para dhe është përmirësuar shumë. E shoh si sulmues krahu, pavarësisht se te klubi i tij luan trekuartist, por specifikisht është sulmues krahu. Të dy janë lojtarë që e gjejnë portën, të cilët shënojnë, dhe në rastet kur nuk ke sulmues pyk që shënojnë, duhet të gjesh lojtar që të shënojnë. Lojtari që ka shënuar më shumë gola në këto 3 vite është Bajrami me 7 gola, Asani me 6 dhe Aslani me 4 gola. Pra, jo domosdoshmërisht duhet një lojtar si Manaj. Kemi opsione si Mehmeti, Uzuni dhe Muçi. Janë lojtarë që mund të bëjnë mirë, tha Silvinho, i cili zbuloi më tej se mbrojtësit Plana dhe Pilo i ka monitoruar për një periudhë të gjatë dhe tani ishte momenti për t'i grumbulluar. Sa i përket kundërshtarit, Silvinho deklaroi se Polonia është përmirësuar shumë si skuadër me trajnerin Urban, por theksoi se kuqezinjt janë në maksimum dhe do të bëjnë gjithçka për të fituar.